Mendoj që ky zotnia nuk është konsultu dhe nuk e ka vizitu as arkive në Kosovës, sepse ka shifrat të sakta në arkive në Kosovës, por mbi gjitha është edhe sektorin e për çdo komunë të Republikës të Kosovës që i ka të dhënat të sakta, se sa dëshmor kanë rënë gjatë luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës, sa viktima, sa janë masakruar dhe sa janë të pagjetur. Andaj, ky është dashur që referohet dhe referencat i merr nga këto institucione të Republikës të Kosovës, ato që janë, por pra po dalë dyshimet tona dhe qëndrimet shkelzen gashit edhe më herët, që ka fyer luftën e ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe ka vazhdu pafundësisht deri tek kjo që reagum dhe në fund fundit shtrohet pyetja si ka mundësi një njeri i tillë të jetë kaq i afërt me qeverisjen, duke qenë edhe atëherë këshilltar i kryeministrit Kurti. Se konsideroni të afërt në këtë kohë? Sepse kanë bashkëpunuar, unë mund ta quaj edhe në aspektin politik, por që e ka dënoptuar anë dhe janë marrë me të pavërteta ndaj luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës. Dashi pikërisht të asaj deklarate që ka bërë, që kënë është shkarkuar nga pozita. Po t'jap një argument kur themelohet, ose jepet mundësia që ka qenë gabim i madh të krijohet gjykata speciale në Hagë, që e kemi thonë, po e themi edhe tani që ka qenë një anshme, është krejtësisht politike, me tendenca, me bashkëpunim me prokurorinë e Serbisë, gjitha ato, dhe mbi raportin e Dick Martit, me shpifjet dhe trillimet e tij se gjeja ushtria shqiptare e Kosovës ka bërë trafikim organesh, këtu shkelzen gashit del thot se ky është miku më i mirë i Kosovës, dhe thot hapur thot se ushtria shqiptare e Kosovës ka vrarë mbi 1.000 serb. Ata që kanë qenë të armatosur, që kanë ardhur për të na pushtuar, që kanë ardhur për të na vrarë, madje edhe për të na larguar nga vatrat tona, që me elaborate edhe të akademikëve serb, kanë punu e kanë vepru, normal që uniforma me uniform, lufta kur zhvillohet, vriten njerëz, bin njerëz, dëshmor, por vriten edhe ata që kanë ardhur për të pushtuar dhe personuar pafundësisht në këtë rast Kosovën dhe